edhe e mbroj. Tjetër është flamuri amerikan dhe historia e Amerikës, tjetër është shërbëtori i një fondacioni ose një shërbëtor i një interes të caktuar, të cilën ne nuk e dim, edhe personi shkon të bëj politik në një subjekt politik dhe jo në parlament, që tjetë rrugë diplomatike, edhe thot do hani bar. Po kush është ajo të na thot ne të hajmë bar? Ajo tani që haj bar që nuk është më në departamentin amerikan. Pra do të thot që barin do të haj Juri, se Juri ishte ajo që bëri gjithë këtë skenim në 2021-shin, që Partia Demokratike të kësonte një goditje fatale, një goditje të tillë të papranueshme, nuk ekziston në një vend të demokratik ose në zhvillim e sipër në demokraci, që një ambasadore të shkojë në një parti politike them, jo në një institucion kushtetues, në një parti politike dhe t'i thot atit institucionit, shiko, do të bëni ju atë që them unë, sepse po votuat Sali Berishën do hani bar. Kjo është e tmerrshme, e patolerueshme. Barin e hongri Juri Kim, sa ai që fitoi edhe hoqi në ngrada është Sali Berisha, vulën e mori, kryetar u bë dhe masën e sigurisë e degeneroi reformën në drejtësi, sistemin e kësaj drejtësie dhe padrejtësie. Avokat, ju folët me një aleancë gjerë, por duket si një aleancë ka lindur nga Shkodra, sipas asaj që pam që ndodhi në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, ku përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe të Partisë së Tom Doshit u larguan nga mbledhja. Ka një aleancë në sfond apo është diçka rastësore? Shiko, unë në momentin e parë e tham bashkë këtu që kur Edi Rama ftoi Lulzim Bashën në skenë dhe Sali Berisha në Shkodër ftoi Tom Doshin në skenë, unë kuptova që këtu po bëhet një lloj marrëveshje ose shkelje syri për një bashkëpunim të mundshëm. Këto ftesat që disa individ ishin në prapaskenë dhe tani ftohen nga aktorët kryesorë të vinë në skenë, është për të mbuluar atë frymën e partive të reja të cilët janë duke dalë në terren dhe duke mbledhur dhe duke ngumbulluar vota. Pra unë shikoj që bashkëpunimi në këtë formë të Partisë Demokratike dhe të PSD-s është një bashkëpunim momental, i cili nuk është se prodhon diçka konkrete, por kjo na tregon që në të ardhmen mund të kemi një aleancë të gjerë, përfshi edhe një parti ose disa parti që të kenë mundësinë të formojnë qeverinë, pra të formojnë një qeveri të duhur për të arritur rotacionin politik duke larguar Edi Ramën për shkak të mandateve, që mos bëjmë një ngatresë për shkak të votave, se për shembull Partia Socialiste mundet të marri vota, të jetë e para në renditje, por ato vota që pra atë përqindje që do të marri Partia Socialiste duhet të konvertohet me një mazorancë ose më mirë me një mandat ose me mandate, me 71 mandate që të plotësojnë atë të nevojshme, sepse mund të jesh parti e parë, por nuk e ke mundësi të formosh ashtu siç duhet edhe qeverinë. Prandaj, për mua, kjo është një aleancë shkelje syri, por kjo për mua kërkon edhe pak kohë derisa të kuptojmë a kemi në rastin konkret një konkretizim të një marrëdhënie politike, apo kjo mbetet për të pa pas datës 12 maj. Por unë e shikoj që Lulzim Basha është e sigurt që mund të bashkëpunojë me Edi Ramën, është e sigurt. Bashkëpunimi keni fjalën për ta nxjerrë deputet apo